në lidhjen e mesme, do t'jetë tema që do t'a diskutojmë pas pak në studio me Besa Kabashi Ramaj nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila gjithashtu thejsh Departamentin për Mbrojtje dhe Siguri Kombëtare në PDK. Se si mund ndikoj ky konflikt në rajonin ton? A mund përballemi me sulme kibernetike e hibride? A jemi duke adresuar si duhet rreziqet dhe kërcënimet kryesore që rëndojnë sigurinë kombëtare të Kosovës, por edhe për bllokadën aktuale politike dhe qëndrimin e PDK-s për këtë situatë? Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore ditës. Marrëveshje finale sipas Kurtit duhet të ushtrohet presion mbi Serbinë. Pas deklarimit të Trumpit, ai thotë se Kosova mirëpret rolin e SBA-s në normalizimin e raporteve. Kurti akuzon deputetët e partive tjera për shkelje kushtetuese për mos votimin e kryeparlamentarit. LDK akuzon atë për uzurpim të postës së kryeministrit. Nis gjykimi në mungesë për 53 serbët akuzuar për masakrën e Mejës, ndërkohë lirohet nga akuzat për masakrën e Dubravës Gavrilo Miroslavljević. Izraeli e merr në kontroll mbi qiellin e Teheranit. Irani po e shëton largimin nga traktati mospërhapjes bërthamore. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është deklaruar në lidhje me qëndrimin e fundit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në lidhje me situatën mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti ka mirëpritur rolin e SBA-s në këtë drejtim, derisa ka thënë se trysnia për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën duhet të bjerë mbi Serbinë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë thirrje që aleatët ndërkombëtar t'i bëjnë presion Serbisë në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Tek është përgjigjur në pyetje të lidhur me deklaratën e presidentit Donald Trump se do të merret me çështjen mes Kosovës dhe Serbisë, Kurti e ka mirëpritur rolin e SBA-s. Unë besoj që normalizimi është i mundur, trysnia duhet të jetë mbi Beogradin dhe gjithmonë e mirëpresim rolin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, të cilët paraqesin aleatin ton kryesor, partnerin e pazëvendësueshëm dhe mikun special në 3 fusha kryesore. E para është mbrojtja, e dyta është diplomacia dhe e treta është zhvillimi. Të dielën presidenti Trump në reagimin për situatën mes Izraelit dhe Iranit e ka përmendur edhe ndikimin e tij gjatë mandatit të parë në arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, të njohur si marrëveshja e Washingtonit. Ka thënë se konflikti mes të dyja shteteve ishte gati të shpërthente në luftë. Ai po ashtu paralajmëroi se shumë shpejt do t'i kthehet kësaj çështjeje. 3 vjet nga marrëveshja e ndërmjetësuar nga presidenti Trump, Kosova e Serbia u dakorduan për një marrëveshje tjetër, atë të arritur në shkurt të 2023-s. Duke ju referuar kësaj marrëveshje, Kurti të hënën tha se ai është duke u shkelur nga Serbia e i përsëriti kërkesat ndaj palës serbe. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia, dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton, Milan Radojqićin, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit, e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Këto deklarime kryeministri në detyrë bëri gjatë vënies së gurthemelit të qendrës së mjekësisë familjare në Shtime në vlerë prej 2.4 milion eurosh. Sipas Kurtit, punimet synohet të përmbyllen brenda kohës prej 2 vjet e gjysmë. E në anën tjetër, Kurti ka akuzuar deputetët e partive tjera për bojkotimin e votimit për mos konstruimin e Kuvendit të Kosovës, duke ju akuzuar ata edhe për shkelje kushtetuese. Ai në përfundim të vënies së gurthemelit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Shtime u pyet nga gazetarët për këtë blokadë. Kosova ka qeveri, e cila është qeveri në detyrë dhe e cila i ka kompetencat e kufizuara me nenin 31 të ligjit mbi qeverinë. Ajo çfarë Kosova nuk ka është parlamenti, kuvendi i Republikës. Unë çdo herë shkoj aty që ta konstituojmë kuvendin. Ata që vinë, por bojkotojnë duke mos votuar, nuk e di pse vinë.
për bindjen time, ardhja në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit, politikisht është sjellje e papërgjegjshme, juridikisht është shkelje e kushtetutës. Deputetja e LDK-s Jehona Lushaku Sadriu i ka reaguar kurtit i cili akuzoi deputetët se po e shkelin kushtetutën kur nuk po votojnë për kryeparlamentar. Sipas Lushakut, kurti e ka uzurpuar zyrën e kryeministrit pa pasur shumicë parlamentare dhe jashtë çdo norme kushtetuese. Albin Kurti sot pas ka guxuar të flasë për shkelje të kushtetutës, ndërkohë që ai vetë ka uzurpuar zyrën e kryeministrit pa shumicë parlamentare dhe jashtë çdo norme kushtetuese. Ajo quan mosbindjen e deputetëve ndaj vullnetit të tij personal shkelje të kushtetutës. Kjo është logjika e një njeriu që e sheh veten mbi ligjin dhe mbi kushtetutën, duke shprehur Mesjerash Lushaku që sipas saj vetëm gjatë mandatit të kaluar Kurti dhe qeveria e tij kanë shkelur të paktën kushtetutën 10 herë. Dhomat e specializuara në Hag kanë vendosur që t'i vazhdohet paraburgimi edhe për 2 muaj të tjerë Hashim Thaqit në rastin ku bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasnishin akuzohen për krime lufte. Vendimi është marrë më 11 qershor nga kryetari i trupit gjykuar Charles Smith 3, raporton Betimi për Drejtësi. Prokuroria kishte pretenduar se Thaqi vazhdon të paraqes rrezik për aratisje, pasi ajo është në dieni për akuzat serioze të konfirmuara ndaj tij. Po ashtu ata e mbështesin këtë argument me faktin se çështja prokurorisë ka përfunduar dhe tashmë Thaqi ka njohuri të plot edhe për provat që janë kundër tij. Prokuroria kishte pretenduar gjithashtu se së shpejti Thaqi do të ketë informacione të ndjeshme në lidhje me dëshmitarët dhe provat që do t'i paraqesë mbrojtja e viktimave. Veç kësaj fakti që Thaqi ka aktakuz për pengim të procedurave sipas prokurorisë e rrit motivin e tij që ai të aratiset. Ka nisur gjykimi ndaj Momir Stojanovićit dhe 52 persona të tjerë të akuzuar si pjesëmarrës në masakrën e Emejës. Aktakuza për këtë rast është ngritur më 8 dhjetor të vitit 2023. Të gjithë personat akuzohen në mungesë. Që nga 2018 janë ngritur 33 aktakuza për krime lufte kundër 89 personave, shumica nga të cilët dyshohen për përfshirjen në masakrën e Emejës. Gjatë luftës së 2 dekadave më parë, rreth 13.500 veta u vranë e rreth 1 milion u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Shumica dërmuese e viktimave janë shqiptar. Sipas fondit për të drejtën humanitare për këto dhe krime tjera, deri tash janë dënuar gjithsej 72 persona. Prej tyre janë 38 shqiptar dhe 34 pjesëtar të forcave serbe. Gavrilo Milosavljević i akuzuar për masakrën e Dubravës është liruar nga akuzat për krime lufte, raporton Ekonomia Online. Gjyqtari Vesel Ismaili e shpalli këtë akgjykim. Të akuzuarit Gavro Milosavljević për shkak të veprës krime të luftës ndaj popullatës civile i ndërpritet masa e paraburgimit dhe ai lëshohet menjëherë në liri. Kemi arritur në përfundimin se në këtë çështje penale nuk janë provuar faktet konkrete. Edhe dëshmitarët nuk kanë vërtetuar sakt dhe bindshëm që të akuzuarin e kanë parë në vend të ngjarjes të uniformuar, të armatosur dhe duke gjuajtur me armë zjarri. Në mungesë të gjitha këtyre provave, gjykata nuk ka mundur të vërtetonte përtej dyshimit të bazuar mirë se akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. Mbi bazën e këtyre veprave, gjykata mori akgjykim lirues, ka thënë mesjera gjyqtari Ismaili. Prokuroria themelore në Pej ka ngritur aktakuz ndaj 5 zyrtarëve të ndërmarrjes publike ambienti në Pej me dyshimet për keq përdorim të detyrës zyrtare, konflikt të interesit, legalizim i përmbajtjes së rreme dhe deklarim i rrem nën betim. Sipas aktakuzës të pandehurit si persona zyrtar që nga viti 2020 deri në vitin 2022, duke vepruar si bashkëkryes me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete dhe personat e tjerë, kanë tejkaluar autorizimet e tyre zyrtare. Në aktakuz thuhet se i
pandehuri me inicialet AM si kryesuesi i bordit të drejtorëve të ndërmarrjes, të pandehurit me inicialet IB, FASHG si dhe antar të bordit dhe të pandehurin NB si kryeshef ekzekutiv dhe antar i bordit të kësaj ndërmarrje, pa vendim të aksionarit dhe pa mbulesë ligjore vendosin të ndajnë vetës bonus për secilin prej të akuzuarve. Dërsa i pandehuri me inicialet në A akuzohet se në cilësinë e kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes Ambienti NP ka punësuar më tepër se 8 persona kundërligjshëm duke kryer veprat penale keq përdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe veprën penale konflikt interesit. Prokurori çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale me të cilat ngarkohen. Edicionin e vazhdoj me informacionet të tjera. Kryetari i Shoqatës së Naftarëve të Kosovës, Fadel Berjani, ka njoftuar përritje të çmimeve të naftës në vend si pasojë e zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme. Megjithatë, sipas tij, çmimet e naftës në Kosovë mbeten në treg më të ultat në rajon. Tregu stabilizohet nëse arrihet marrëveshja për ndalje të tensioneve të filluara mes Iranit dhe Izraelit. Sa përket çmimeve, situata dhe bursa përcaktojnë çmimin, ndërsa në tregun kosovar nuk do të mungojnë derivatet. Këto lëvizje janë botërore. Kjo lëvizje është në dorën e Trumpit. Kosova është treg i vogël në qoftë se arrihet marrëveshje, stabilizohet tregu. Çmimet kosovare sot janë më të lirat në rajon edhe pse është kriza globale, ka thënë ai përkohën. Ndërsa përmes një postimi në Facebook, Berjani ka njoftuar se çmimet aktuale për naftën janë 1.14 deri në 1.24 euro për litër, ndërsa për benzinën nga 1.15 deri në 1.25 euro për litër. Sulmet ajrore ndërmjet Izraelit dhe Iranit kanë hyrë të hënën në ditën e 4, teksa numri i viktimave po vazhdon të rritet në të dyja shtetet. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë të hënën se Izraeli ka kontroll të plot ajror mbi Teheranin, teksa Irani ka kërcënuar me tërheqje nga traktati mospërhapjes bërthamore. Irani ka lëshuar një valë të re sulmesh me raketa ndaj Izraelit herët të hënën, duke vrarë të paktën 5 persona, ndërsa Izraeli pretendon se ka arritur të vërë kontroll ajror mbi Teheranin dhe se mund të fluturojë mbi kryeqytetin iranian pa u përballur me kërcënime të mëdha. Në ditën e 4 të luftës, ushtria izraelite pretendon se ka shkatruar më shumë se 100, që është 1/3 totalit të raketahezve që posedon Irani. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë nga baza ajrore Tel Nov të hënën se Irani po synon civilët për dallim nga Izraeli.